Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i premte 11 prill 2025. Dashi. Ju mund të bëni gjëra që nuk I keni imagjinuar kurrë deri para disa vitesh, të përcaktoni një marrëveshje, të dashuroheni, të përjetoni emocione të bukura. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të shmangni argumentet. Rinovim I përgjithshëm. Demi. Sot duhet të jeni pak të kujdesshëm me kontaktet, disa probleme në familje për të zgjidhur. Individët nuk vendosin. Binjaket. Ditë bujare dhe mbi të gjitha shumë gjëra për të zgjidhur në nivel profesional. Ne nuk duhet të nënvlerësojmë kontaktet me qytetet e tjera, siç thon ata nga ajo që linë. Gaforja. Ju jeni simpatik dhe nuk do të qëndroni pa vërejtur. Nëse do t'ju duhet të kaloni një test ose një provim, tani më së shumti është bërë. Luani. Ju mund të ndiheni paksa të pakëndshëm. Kur bëhet fjalë për punën, mund të merrni kohën tuaj për të fituar, por duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Ekziston një farë nervozizmi familjar. Birgjeresha. Fati gjithashtu mund të dashurohet për ata që kanë nevojë për të. Për çështjen që keni, prisni disa ditë dhe ajo do të zgjidhet vetë. Peshorja. Nëse jeni duke kërkuar për punësim, do të keni një njoftim. Emocionet e reja vijnë për ata që I duan. Akrepi. Mundohuni të kompensoni kohën e humbur. Kurseni shpenzimet. Shigjetari. Mos refuzoni të takoni njerëz të rinj, kështu që do të kapërceni momentet e hutimit. Takime, marrëveshje, veprime të favorizuara. Trupi është I testuar sepse së fundmi angazhimet janë dyfishuar. Britsjapi. Unë do t'ju këshilloja të mos krijoni debate apo konflikte me njerëzit që ju rrethojnë. Sot dhe nesër mund të debatoni për një kontratë, dëshironi të ndryshoni disa rregulla loje. Ujori. Ditë që shoqëron dhe ndihmon fitoret e vogla ose ndryshimet që mund të jenë edhe radikale. Sektori I miqësisë I kërkuar shumë mirë. Njohuri të ndryshme në mjedise argëtuese që nuk duhet t'i nënvlerësoni. Peshqit. Nëse një dashuri nuk funksionon ose një marrëdhënie është testuar, brenda pak javësh ne do të vendosim se çfarë të bëjmë. Tani ju jeni përgjegjës, programe të reja. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.